Trajneri kombëtares shqiptare Silvinho duket se priste vetëm lëvdata në përfundimin e ndeshjes ndaj Andorrës dhe është çuditur paksa kur është pyetur për mangësitë e problemet që shfaqi Shqipëria në këtë ndeshje që çoi në play-off. A mund të bëheshin ndryshimet më parë? Jo, mendoj se jo. Broja kam bërë deri tani një mbledhje të vogël me stafin, ishte ditë e vështirë, më kujtoi Moldavia, kemi thënë që kjo është një skuadër e vështirë. Anglia I ka mundur 1-0, Letonia barazoi, Serbia në 45 minuta ishte 1-1. Ne duhet I respektojmë, ne po rritemi, po bëjmë mirë, por nuk kemi Gjermania që shkon e fiton 6-0. E kemi thënë dhe për ju dhe për lojtarët se ndokush thotë, shiko se u bën 6 këtyre. Ishte vështirë, mbaroi dhe po festojmë apo jo. E pash që Broja ishte I mërzitur dhe nuk e kam kuptuar pse. Unë akoma nuk e kam kuptuar që për herën e parë po shkojmë në play-off dhe është një natë e mrekullueshme për ne. Mungesa e lojës, unë mendoj se duhet të festojë gjithë vendi sot, absolutisht nuk ka ndodhur kurrë më parë. Në këtë moment për 3 milion shqiptarë në shtëpi apo 6 apo 9 jashtë duhet të festojmë. Pres telefonatën e Salit, I cili është gjithmonë mes nesh. Tifozët meritojnë gjithçka, hera e parë shumë e bukur, punohet për ata kur del në rrugë në Tiranë dhe të thonë faleminderit për punën. Unë duhet të falenderoj, kemi humbur vetëm ndeshjen e Angli në Londër, nuk mendoj se është pak, nuk e di nëse ndokush ka kursyer energji, unë me të gjithë lojtarët kemi bërë 100%, nuk e di nëse ndonjëri nuk është I kënaqur, por të humbësh vetëm një ndeshje në grup, të arrish play-offin me një ndeshje parafundit, nëse ndonjë nuk është I kënaqur, nuk e di. Nuk është problemi im. Rivalët në play-off, unë e kam thënë që nuk e mendoja play-offin, nuk e di kush ishim. Tani po fillojmë të mendojmë për play-offin, tani të punojmë për Marsin, nuk është për të shmangur gjë, është ndeshje teke, pastaj I vjen tjetra, më është e shpejt, duhet të përqendrohemi te skuadra dhe te grupi, sot jam krenar për të gjithë djemt, më vjen keq për Pajazitin dhe Caken, janë të tjerë që nuk kanë luajtur, Bajrami dhe Uzuni kishim nevojë për të gjithë, Tuci hyri se kishim nevojë për mbajtje topi. Ai mori 3-4 faulle, bëri sponda, ndaj ishte ndryshimi, jam krenar për të gjithë, tha Silvinho për Super Sport pas ndeshjes.